Personat që flenë në barkë duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Të gjithë kanë pozicionin e pëlqyer për të fjetur, mirë po janë disa pozicione më të preferuara se të tjerët, por janë të dëmshëm për shëndetin. Ndër pozicione që përkeqësojnë shëndetin është fjetja në barkë. Fjetja me barkë është shumë e rrezikshme pasi ju ushtroni presion mbi të gjitha organet tuaja jetësore që shkaktojnë dëme nervore dhe gjithashtu probleme me zemrën. Për më tepër shumë njerëz të cilët flenë në këtë pozicion, pëlqejnë të rrokullisin duart në ngjoks. Kjo mund të çojë në ngërçe ose në mpirje totale të duarve, si edhe nuk preferohet për shkak të vështirësive të vogla që mund t'i shkaktojë frymëmarrjes. Prandaj, herën tjetër tregoni të kujdesshëm dhe ta shmangni këtë pozicion për të mbrojtur organet tuaja jetësore dhe për të qenë të shëndetshëm.